Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri. Shenja e dashit nga ky eklipsi i hënës. Shenja e dashit ndikohet drejt për së drejti tek jeta e tij e përditshme, te praktikiciteti më mirë që të them që kemi dhe te shëndeti fizik. Është shenja më e prekur në lidhje me infeksionet që përmenda, prandaj duhet të jetë shenja më e kujdesshme. Por nga ana tjetër është të shenjë që mund ta përdormë me tepër efikasitet këtë eklips të hënës. Arsyeja që po e them këtë është se do të jetë drejtuesi juaj vendosur tek shenja e peshqve, që është e njëjta shenjë ku do të jetë vendosur edhe dielli gjatë këtij eklipsi të hënës. Dhe si rrjedhoj, në mënyrë intuitive do të mund të kuptoni se cila rrugë që duhet të ndiqni. Prandaj dhe në këto momente do të këshilloj vërtet shumë që të ndiqni intuitën tuaj. Në qoftë se nuk keni besim tek intuita juaj ose keni nevojë për mendim, do të këshilloj që të merrni patjetër mendimin e prindërve tuaj, nënës, babait, është shumë e rëndësishme. Ose në qoftë se ata persona nuk i keni më në jetë, do të këshilloj që të drejtohesh tek persona që i konsideroni si të tillë. Pak a shumë persona që kanë një farë bagazhi në jetë, kanë një farë eksperiencë në jetë dhe ku mund të mbështeteni tek mendimi i tyre. Këtë po e them sepse shenja e dashit gjatë këtij eklipsi të hënës do të lodhet vërtet shumë. Në qoftë se nuk e ka rrugën të qartë, pra do të lodhet vërtet shumë, por nga ana tjetër, nëse ka rrugën të qartë, do të ndodhë komplet e kundërta, do të mund të ketë një rritje vërtet kolosale. Kjo sepse fal kësaj hëne të plot, pra këtij eklipsi të hënës, do të filloj të spastroj gjithçka që është problematike në jetën e tij. Do të bëhet shumë më tepër praktik. Ndërkohë që deri në këtë moment mund të ketë akumuluar një farë frike ose një farë fobie kundrejt gjithçka që është e panjohur, sepse ka pasur shumë ndikime të rëndësishme gjatë gjithë kësaj periudhe në lidhje me këto tematika. Ka pasur një trysni vërtet shumë të madhe tek bota e tij e brendshme, një trysni shumë të madhe tek sistemi i tij nervor. Gjatë këtij eklipsi, më të themi, kjo trysni ngrihet, pothuajse komplet dhe jemi më të qetë tashmë. Por ajo intuita, duke qenë se siç e thash, nëse nuk kemi besim, nuk mund të gjejmë edhe rrugën e duhur, pra nuk kemi të qartë, do t'i lodhi edhe më tepër sepse mund të drejtojnë në disa vende një herësh. Prandaj edhe që ti jemi më të qartë se ku duhet të shkojmë, duhet marrim patjetër mendimin e të tjerëve, sepse ata do të na drejtojnë në rrugën e duhur. Në këto momente tek shenja e dashit kemi të vendosur Saturnin. E kam thënë shumë shpesh që Saturni është një planet malefik, pra në të vërtetë është negativ sepse na pengon që të rritemi. Por për fat të mirë në këto momente na bën komplet të kundërtën, nuk është se na pengon që të rritemi, na pengon që të hedhim hapa të pamenduar mirë, pra na bën më përgjegjës. Dhe ky eklips i hënës, duke qenë se do të spastrojë gjithçka që nuk është praktike në jetën tonë, do të na hapi shtigje të reja, do të fillojë që të hapim mirëtem shtigje të reja që ne të mund të avancojmë, që të kemi jetën shumë herë më të shëndetshme, që të jemi shumë më të efikas në jetën tonë. Në bën më të përgjegjshëm që edhe kundrejt kohës që harxojmë pra për gjithçka. Prandaj edhe ky eklips i hënës, edhe pse është i lodhshëm, por i përsëris në të vërtetë ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, si përfundim. Spastron nga jeta juaj gjithçka që nuk ka vlerë, më të themi. Nga ana tjetër, shëndeti fizik është i prekur dhe shëndeti mendor, lodhja që vjen, domethënë si edhe kësaj, sepse kemi fillimin e diçka të re, komplet diçka të re në jetën tuaj, është vërtet shumë i madh, prandaj do t'ju këshilloj që ta merrni gjithçka me qetësi, t'i bëni gjërat një nga një. Në qoftë se i bëni një nga një, keni mundësi që të bëni gjithçka vërtet, por në qoftë se mundoni që t'i bëni gjitha gjërat njëherësh, nuk do t'ju mjaftojë energjia për asnjë gjë. Një ndër ndikimet e tjera që ka gjatë këtij eklipsi të hënës është shumë e rëndësishme, keni një mbrojtje kolosale nga sistemi. Prandaj dhe keni mundësi që edhe të avanconi shumë në karrierë, por edhe të krijoni familje. Këtu vërtet që bëhet fjalë për familje, për të martuar, për të bërë me fëmijë, për të rregulluar ambientin ku jetoni, pra nëse dëshironi edhe mund të zhvendoseni në një vend madje që të jetë shumë më i shëndetshëm për ju. Por, duke qenë se është retrograda e Mërkurit, këshilla ime do të ishte që në këto momente të studioni, ta piketoni dhe zhvendosin të bëni pas datës 22 mars. Okay. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, ky eklips hënë ka ndikime në përgjithësi pozitive. Pika ku gjërat që do të mbarojnë, që do të dalin nga jeta juaj, janë pikat ku ju keni pak a shumë ndëruar
kuptim, gjërat sidomos në lidhje me lidhjet sentimentale, do të kuptoni shumë mirë se cilat kanë qenë ato ku keni investuar kohën tuaj kot dhe që në të vërtetë nuk keni vlerësuar ashtu siç duhet. Kjo nuk do të thotë thjesht se lidhja juaj aktuale, do të thotë edhe në ato çfarë keni përjetuar të shkuarën. Dhe fal kësaj do të vlerësoni veten tuaj më mirë. Gjatë këtij eklipsit të hënës, Urani, i cili është vendosur tek shenja juaj, do të ketë një kënd pozitiv pikërisht me drejtuesin tuaj me Venusin. Kjo është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Për ju ndihma më e madhe vjen pikërisht nga ju, nga brenda jush. Arrini që të perceptoni shumë mirë se cila është si duhet të veproni që të realizoni ëndrat tuaja, që ky eklips i hënës ju hap pikërisht këtë rrugë. Heq qafe të gjitha pengesat të vetë shkaktuara ose të shkaktuara nga ambienti ose nga personat të caktuar, pak rëndësi ka, në mënyrë që ju të mund të arrini qëllimin dhe të arrini të realizoni ëndrat tuaja. Për shenjën e Demit, ky eklips dielli, ky eklips i hënës është vërtet shumë i rëndësishëm dhe shumë pozitiv në përgjithësi. Këshilla ime do të ishte që vërtet, në qoftë se shikoni diçka që nuk shkon me partnerin tuaj sentimental, ta merrni seriozisht, sepse në këto momente keni tendencën vërtet shumë të madhe që të manipuloni veten tuaj, thjesht në qoftë se keni investuar tek ai si individ. Arsyeja që mund ta bëni këtë është se gjatë këtij eklipsit të hënës kemi shumë pak vendosje të vendosura tek shenjat fikse. Pra gjithçka është duke ndryshuar në këto momente dhe kjo ju krijon brenda jush një farë pasigurie. Si rrjedhoj, doni që të mbani jetën tuaj gjithçka që e keni aktualisht. Detyrimisht, nëse është e pashëndetshme, kjo ju shkakton dëme shumë të rëndësishme, prandaj do t'i këshilloj që vërtet të jeni realist në lidhje me gjithçka, por sidomos në lidhje me çështje sentimentale. Nga ana tjetër, një gjë që do të mbaroj është edhe periudha ku ju mund të keni pasur vështirësi për të prodhuar ose për të krijuar diçka. Këtu është e vlefshme edhe në lidhje me fëmijët, është e vlefshme edhe në lidhje me fillimin e një projekti që ju sjell të ardhura materiale, ose fillimin e një karriere të cilën ju keni kohë që e mendoni, por nuk keni pasur mundësi që të realizoni. Gjatë këtij eklipsit të hënës, duke qenë se do të spastrohet gjithçka e cila ju pengon, pra çdo lloj pengese në lidhje me këto tematika, do të keni mundësi që të gjeni rrugë për të realizuar këto që sapo përmenda. Detyrimisht që jo të gjitha gjërat realizohen, në disa raste mund edhe të kuptoni se sa e vlefshme është ajo gjë që keni ndëruar deri në këto momente për ju, dhe në disa raste mund të vendosni që të mos e bëni, pra. Është komplet në vartësi të individit. Ndërkohë që po e ripërsëris, ky është një eklips hënë i cili është shumë i rëndësishëm në lidhje me realizimin e ëndrave dhe qëllimeve tuaja, dhe një ndër më të rëndësishme prej tyre është edhe gjetja e partnerit. Vërtet, dhe gjatë këtij eklipsi të hënës vërtet që do të merr një ndihmë shumë të madhe nga sistemi, edhe komunikime shumë pozitiv madje, do t'ju ndihmoj vërtet shumë që të drejtoheni dhe të përdorni fjalët tuaja ashtu siç duhet kundrejt personave që keni një farë ndjenje pra. Ose mund të edhe të vinë persona të rinj në këtë moment në jetën tuaj. Gjithsesi, që të fillojmë një lidhje të re, do t'i këshilloja patjetër që të prisni mbarimin e retrogradës së Mërkurit, që është data 22 mars. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, ky eklips hënë është disi i vështirë. Arsyeja që është e vështirë është se do të thonë ndryshime shumë të mëdha, kolosale. Dhe mbi të gjitha, Mërkuri ka një kënd negativ me një vendosje që është Haxhia, që në këtë moment është e vendosur tek shenja juaj. Ndërkohë që Mërkuri është tek shenja e Peshqve. Për këtë arsye, problemet më të rëndësishme që mund të dalin në këto momente janë tek shëndeti jon fizik dhe në lidhje me realizimin e ose më themi në arritjen e suksesit që ne kemi në karrierë. Në disa raste mund të preken shumë edhe marrëdhëniet familjare. Këto janë tre ndër tematikat më të rëndësishme që kemi ne si njerëz në jetën tonë, dhe duke qenë se këto të tre janë të prekura, edhe pse përfundimi është shumë pozitiv në të treja këto aspekte, është vërtet shumë i lodhshëm si eklips hënë. Mënyra se si ju mund të gjeni zgjidhje është që të vlerësoni veten tuaj ashtu siç duhet, pra të jeni realist, dhe nëse nuk mundeni ta bëni këtë, të merrni mendimin e shoqërisë tuaj. Problemi është këtu, në këto momente nuk keni besim pothuajse tek askush. Kjo është një
Ky është një problem vërtet shumë i madh. Prandaj dhe mund të jeni hapa disi të pasigurt. Nga ana tjetër, një ndër këshillat që mund t'ju jap është që të bazoheni tek eksperjenca që ju keni deri në këto momente në jetën tuaj, sidomos në lidhje me karrierën. Në qoftë se është një hap i ri që duhet jeti në këto momente, normal që do t'ju këshilloj që të prisni mbarimin e retrogradës së Mërkurit dhe gjatë kësaj periudhe të vërtonet mirë, sepse në të vërtetë kemi aftësinë ose ju e keni aftësinë në këto momente që të shikoni atë fotografinë të plot gjë që ju ka munguar deri në këto momente. Pika që do të mbaroj, ose gjëja që do të mbaroj në këto momente është fokusimi i panevojshëm te detajet të cilat thjesht ju lodhen dhe nuk kanë asnjë lloj rëndësie. Madje edhe aty ku ju mund të keni ngecur pak a shumë dhe të keni penguar për parimin tuaj. Kjo mund të jetë edhe një farë le të themi, mund ta keni përdorur dhe si justifikim, sepse mund të keni pasur frikën që të jeni të suksesshëm. Është pak a shumë një lloj frike e cila ndodhet brenda të gjithëve ne, por deri në këto momente, duke qenë se ju keni pasur vërtet shumë sfida, keni pasur shumë probleme, të cilat kanë qenë të shkaktuara nga Urani, gjatë këtij eklipsi të hënës mund të gjeni mundësi, mund të shikoni edhe mundësi të reja, apo edhe mënyra se si mund të tejkaloni këto probleme ose pengesa, por nga ana tjetër kjo frika se çfarë mund të ndodh pasi të jeni të suksesshëm, më vërtet që mund të mbajmë mbrapa. Prandaj edhe këshilla ime do të ishte që vërtet të jemi pak më tepër realist, të kuptojmë më mirë vlerën tonë, të kuptojmë se sa kemi punuar dhe të mbështetemi tek eksperienca jonë personale. Kjo do të na ndihmojë vërtet shumë që të perceptojmë se sa e kemi cakun, pra hapin se sa është hapi që duhet të hedhim dhe në bazë të saj dhe të veprojmë. Gjithsesi, personat tanë të jetës në këto momente na ndihmojnë vërtet shumë. Detyrimisht që personat që kanë një partner në jetën e tyre janë më tepër fat, sepse mund të mbështeten vërtet shumë aty, por edhe personat të cilët nuk kanë një njerëz në jetën e tyre, do t'ju këshilloja që të mbështeteni tek miqtë tuaj, tek familjarët tuaj, pra tek personat të cilët e ndjeni veten ku mund të keni besim pra, dhe që mund të merrni një kritik ose më them një analizë të saktë, të vërtet, jo persona që ju bëjnë thjesht lustrasa për të kaluar momente, pra sa për të bërë qefin, ta themi në këtë mënyrë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, shenja e binjakëve është e ndikuar, por për fat të mirë është ndikuar pozitivisht, duke qenë se pavarësisht se kemi një kënd negativ të ahegjisë që është vendosur tek shenja juaj, kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv nga Urani, i cili deri në këtë moment e ka sfiduar në mënyrë të dukshme tek rrugët e frymarrjes dhe mund të ketë shkaktuar edhe probleme në lidhje me virozat që kanë ekzistuar deri në këtë moment. Për fat të mirë, i njëjti Uran në këtë moment ka një kënd pozitiv me Venusin, prandaj dhe sjell shërim. Edhe vendosja e Mërkurit, pavarësisht se është në retrograd, sjell një farë shërimi, pra ju bën juve që të drejtoheni pikërisht tek Ura në mënyrë pak a shumë instinktive. Kjo është ndikim pozitiv. Pra, mjafton që në këtë moment të jemi pak më të qetë dhe të mundohemi që ta vlerësojmë veten tonë ashtu siç duhet. Në qoftë se kemi frikë dhe bëjmë panik, do t'i këshilloj që të marrim ndihmën dhe mendimin të mbështetemi pra të personat që na duan. Shenja e Gafores, për shenjën e Gafores, ky eklips i hënës në të vërtet është pozitiv dhe negativ. Arsyeja që është pozitiv është se kemi shumë ndikime pozitive që vijnë nga shenja e peshëve dhe mbi të gjitha janë në kënd pozitiv me Jupiterin që është vendosur aktualisht tek shenja e Gafores. Prandaj dhe kjo, të gjitha sfidat që dalin, të gjitha pengesat, të gjitha problemet që dalin, kemi një farë mbrojtje. Prandaj dhe kjo është diçka vërtet shumë pozitive, pak më tepër që kemi një intuit vërtet shumë të lartë. Mbi të gjitha problemet që kemi pasur deri në këtë moment të vetë shkaktuar, sidomos nga kushtëzimet që i kemi bërë vetes tonë, frika e cila nuk na ka lejuar që të avanconim përpara, në këtë moment e kemi tejkaluar. Kemi mbaruar edhe cikle shumë të rëndësishme karmike, por ana negative është se është një eklips hëne. Pra hëna, energjia e hënës do të mbulohet. Dhe kjo për shenjën e Gafores do të thënë një sfidë vërtet shumë e madhe, një luftë shumë e madhe brenda vetes. Pak më tepër që duke qenë se është në ndikimin e hënës dhe kjo hënë e plot, pra ky eklips e hënës do të thënë edhe shpërndarje e infeksioneve, për shenjën e Gafores mund të kemi probleme vërtet shumë të rëndësishme pikërisht në këtë temë, në shpërndarjen e infeksioneve. Më tepër do ta vëmë re tek sistemi riprodhues,
Prandaj dhe gjatë kësaj periudhe për shene gafores mund të kemi përhapjen edhe të sëmundjeve të cilat janë në vartësi të këtyre. Prandaj normalisht do të këshilloj që të jemi edhe më të kujdesshëm për të gjithë ata që e dinë që kanë probleme të tilla, do të këshilloj patjetër që të shkojnë te doktori dhe të merrni masa, ndërkohë që një ndër pikat e tjera që është e prekur janë edhe pjesa e laringut ose më thënë pjesa e fytyt e bajameve, është e prekur për shene gafores, edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm, sepse edhe këtu mund të përballemi me infeksione. Për shene gafores problemi është ky se mund të kemi sëmundje me temperaturë të lartë. Gjë që do të ulë në mënyrë të dukshme imunitetin dhe pavarësisht gjitha gjërave të tjera të bukura që thashë mund të kemi, është e pamundur të përdorim nëse vuajmë nga shëndeti jon fizik. Por nëse jemi të kujdesshëm në lidhje me këto tematika, marrim masat që sapo e përmenda, atëherë në lidhje me shenën e gafores, ky eklips i hënës do të thonë mbarimi i një periudhe ku kanë qenë të keq kuptuar. Dhe që e shprehnin vetë në tyre gabim, pak a shumë, dhe fal kësaj kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në prestigj, që do të përkthehen të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Në të vërtetë eklipsi i diellit që ishte tek shenja e ujorit, për shenën e gafores do të thoshte edhe vlerësim më i mirë i të ardhurave materiale, pra materies, ishte një vlerësim shumë më i mirë, perceptim i mirë i vlerave, pra. Ndërkohë që ky eklips i hënës për shenën e gafores do të thonë tashmë marrja e rezultateve së gjithë atyre që bëm, domethënë, gjitha vlerave që kuptuan. Prandaj dhe vërtet që do të shpërblemi shumë mirë nga të ardhurat materiale, pak më tepër që për fat të mirë edhe Saturni dhe Neptuni, pavarësisht se janë të vendosur në kënde negative me shenjën e gafores sepse janë të shenjë dashit, ka një ndikim të madh pozitiv në këto momente. Shtojnë shumë peshën, pra shtojnë shumë prestigjin në mënyrë të anësjellët dhe kjo e bën shenjën e gafores të ketë një avancim vërtet shumë të madh në këto momente. Kemi fat vërtet shumë të madh, por jemi shumë emocional. Kjo është diçka që këshillojmë, do të ishte që të tokëzohemi, gjithçka ta bëjmë me më tepër logjik, të fokusohemi më tepër tek logjika, pra jo tek ndjenjat. Ky është një ndikim i përgjithshëm tek të gjitha shenjat, por shenja e gafores duke qenë se ka anën e ndjeshmërisë se ka më të lartë, detyrohesh të këshilloj që të jetë edhe më i kujdesshëm. Në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se në këto momente kemi të hapur një portal për shenjën e gafores për të krijuar lidhje të reja, sepse mund të kemi hyrje në jetë të personit që do kaloj jetën, domethënë. Por në këto momente duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm sepse mund të rihapim ato ciklet karmike që mezi mbyllëm, prandaj duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm se kë marrim në jetën tonë. Okej, shenja e luanit. Për shenjën e luanit kemi ndikime të fuqishme, në përgjithësi janë pozitive, për fat të mirë tashmë. Kjo hënë e plot ose ky eklips i hënës për shenjën e luanit do të thonë mbari ose fillimi i periudhës ku do të mbarojnë probleme me të ardhurat materiale. Kjo sepse tashmë ka një vetvlerësim shumë më të lartë shenja e luanit dhe nuk lejon që të bëhet padrejtësi. Ka punuar shumë, domethënë ka punuar shumë edhe me veten dhe me ambientin dhe me njerëzit që ka pasur në jetën e tij dhe eklipsi i diellit që ishte tek shenja e ujorit e ndikoi në mënyrë të dukshme. Mund të kemi në këto momente një farë rrylëzime të një egoje artificiale dhe ato duhet ta mbajmë pak në kontroll, por në përgjithësi shenja e luanit në këto momente në mënyrë intuitive gjen rrugën se si të përshtatet me ambientin e ri që duhet të krijohet. E vërteta është që shenja e luanit në këto momente është një rritje kolosale, por nuk është se ndihen menjëherë. Domethënë i duhet pak kohë që ta ndjej tamam se çfarë po bën. Pika më e rëndësishme që ka rritjen të vërtetë është kariera, sepse ka një ndihmë vërtet shumë të madhe nga Urani në këto momente dhe pak më tepër shumë praktik në jetë, në punë. Ka një zbukurim të ambientit të punës, pra, dhe kjo do të thotë edhe një zbukurim të marrëdhënieve që ka me kolegët. Si rrjedhoj, kemi edhe një efikasitet vërtet shumë të lartë, i cili shprehet në mënyrë të dukshme dhe bie në sy pra tek eprorët ose në lidhje me karrierën. Kjo do të thotë që bëhet një person shumë më i suksesshëm në këto momente. Dhe ky eklips i hënës vërtet që heq qafe të gjitha pengesat që ka pasur nga vlerësimi i ulët i vetes, sepse gjithsesi sa periudhë ka qenë shumë i lodhur shenja e luanit, ka pasur shumë ndikime, domosdoshmë nga Plutoni që është i vendosur përballë me ju, detyrimisht ndikohesh domethënë. Por ky eklips i hënës tashmë të gjitha këto pengesa i ngre, hap shtigje të reja, pra drejt të cilave mund të ecim dhe të zhvillojmë për më tepër ato çfarë kemi në dorë dhe
rritje më të madhe kemi në karrierë, kemi disa ide brillante, geniale më duhet të them, se si mund të avancojmë në karrierën tonë, pak më tepër personat të cilët kanë biznesin e tyre nga ky eklipsi i hënës do të ndikojnë vërtet shumë më tepër pozitivisht. Vërtet shumë më tepër pozitivisht sepse do të kenë një fat vërtet shumë të madh, pak a shumë mbrojtje nga sistemi dhe shpërblim nga gjithë problemet që i ka shkaktuar sistemi deri në këto momente, sepse i duhet që të testojë pra shenjës së luanit. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm është shëndeti. Në këtë rast, arsye që po i them që duhet të jemi të vëmendshëm jo sepse është shumë negativ, është komplet e kundërta, kemi mundësi që të shërohemi. Më tepër kjo vjen në botën tonë të brendshme. Probleme shpirtërore, trusnia që kemi ndier. Në disa raste mund të kemi pasur brenga ose probleme si familjare, por në lidhje me punën, pra probleme të cilat nuk i kemi zgjidhur dot dhe kjo mund të ketë kryer një trusni vërtet shumë të madhe edhe të sistemit nervor. Dhe ky eklipsi i hënës në të vërtetë domethënë shërimi pak a shumë i tyre, sepse vërtet që sistemi na ish problem, pra siç e thash për përpara. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe në lidhje me çështjet sentimentale. Këtu bëhet fjalë veç për lidhjet aktuale, jo për fillim në lidhjeve të reja, bëhet fjalë për vërtet për lidhjet aktuale, sepse domethënë shërim i komunikimit dhe i marrëdhënies që kemi me ta. Prandaj dhe është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për shenjën e luanit. Do të marrë një ndihmë shumë të madhe ose nga shoqëria ose nga personat të cilët pak a shumë i perceptojnë si mentor, po e them në këtë mënyrë, personat të cilët kanë besim tek fjalët e tyre, pra, po e them në këtë aspekt, më tepër nga ana shpirtërore dhe emocionale. Kemi edhe një farë drejtësie në përgjithësi për shenjën e luanit, kjo bëhet fjalë edhe në lidhje me gjyqet, pra. Shenja e Virgjëreshës, kjo është një hënë plot, pra një eklips hënë tek shenja juaj, prandaj dhe detyrimisht jeni të ndikuar. Keni një ndikim vërtet shumë të madh në fizikun tuaj, në trup domethënë, dhe kjo mund të thotë që deri tek hëna e plot mund të keni një energji vërtet shumë të lartë, e cila është në të vërtet shumë e disbalancuar dhe në qoftë se nuk jeni të vetë të dishëm në lidhje me përdorimin e saj, mund të prekeni vërtet shumë nga të gjitha sëmundjet që po qarkullojnë në këto momente, pak më tepër që të gjitha infeksionet që përmenda, ose më them të gjitha infeksionet që mund të shkaktojnë, mos edhe tek këmpo, të gjitha llojet e infeksioneve, juve mund të prekin edhe më tepër. Në përgjithësi, për shenjën e Virgjëreshës, këto infeksione do të jenë tek sistemi i tretës, sidomos tek zora e trash, do ta vije tre më tepër, por mund të vije tre edhe te stomaku. Prandaj, sidomos çfarë janë helikobakter e të tjerë, sepse në përgjithësi do të jenë infeksione të bazuara në bakteri. Mund të jeni shumë më të prekur ose më të ndjeshëm kundrejt tyre. Kjo është edhe arsye që do t'ju këshilloja që çdo gjë që konsumoni në këto momente të jetë e larë mirë ose të jetë e dezinfektuar për pak a shumë, në mënyrë që të mos keni probleme në lidhje me këto. Nga ana tjetër, shenja e Virgjëresës është ajo çfarë mbaron. Mbaron problemet që i keni shkaktuar vetes tuaj. Vërtet domethënë. Kjo sepse deri në këto momente keni pasur vërtet shumë sfida, shumë probleme. Mbaron një periudhë pak a shumë zije, po e them në këtë mënyrë, sepse çdo gjë nga jeta juaj që nuk ka qenë, nuk kishte më nevojë të ishte aty, po e them në këtë mënyrë, është larguar ose është në faza duke u larguar. Dhe si rrjedhoj, jeni futur në fazën tashmë që do të filloni gjërat të reja, futen në një etapë të re, por detyrimisht jo çdo gjë kemi dëshirë që ta lëm pratike dhe kjo mund të ketë qenë pika ku ju mund ta keni penguar sistemin që të veprojë. Prandaj dhe keni pasur edhe më tepër vështirësi për të krijuar ose për të marrë në jetën tuaj diçka të re, sepse keni mbajtur ato çfarë duhet të ishin aty. Pra keni harxuar një energji të tepër për diçka që s'ishte nevojshme. Ndërkohë që ky eklips i hënës ju detyron që të spastronin pra të gjitha këto dhe të fokusoheni tek krijimi i diçka të re. Në përgjithësi kjo domethënë partneritete të reja, si në lidhje me jetën sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me biznesin. Por jemi në retrograd Mërkuri dhe për më tepër Mërkuri është drejtuesi juaj, prandaj
firmosin e kontrata, krijimin e një partneriteti të ri fiks në këto momente, detyrimisht nuk do t'ja këshilloja, por është periudha ku mund të vërtoni mirë. Madje kjo energji që është në këto momente mund t'ju risjellë në jetën tuaj edhe mundësi që ju kanë shkar nga duart. Kjo është një periudhë vërtet shumë decisive për ju, sepse nëse nuk arrini ta përdorni, do të kthehet në një moral vërtet shumë të ulët. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të mos humbisni kohë me gjërat e të shkuarës, nuk do të këshilloj që të humbisni kohë me personat që mund të kthehen nga e shkuar në këto momente, do të këshilloj që të fokusoheni thjesht te gjërat e reja që në këto momente keni mundësi t'i vrojtoni, t'i studioni, që pastaj pas retrogradës së Mërkurit të mund t'i merrni në jetën tuaj. Nga ana tjetër, një lloj siç e thash, që mund të kemi përhapjen e infeksioneve dhe ju jeni shumë të prekur nga kjo si gjë, është e njëjta gjë edhe në lidhje me shërimin, sepse ky eklips i hënës ka dhe efektin e shërimit. Pra, në qoftë se ne jemi të kujdesshëm në lidhje me fizikun ton, madje në qoftë se është një sëmundje kronike, ky eklips i hënës vërtet që do të thotë dhe fillimin e mbarimit të asaj sëmundje, pra mund të gjejmë edhe kura, shumë të rëndësishme edhe këto. Në përgjithësi për shenjën e Virgjëreshës, ky eklips i hënës do t'ju lej shumë herë më mirë se çfarë do t'ju gjej, pak më tepër që keni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria. Në qoftë se ju duhet patjetër një moral ose ju duhet një ndihmë, ju duhet një mendim, do të këshilloj patjetër që të drejtoheni këtu, pra te shoqëria juaj, ose te rrjeti social, sepse aty mund të gjeni zgjidhje vërtet shumë thjesht. Keni pasur një periudhë shumë të vështirë, prandaj edhe në këto momente nga shoqëria do të merrni shpërblimin në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe për të gjithë ata që janë në një lidhje afatgjatë dhe kanë pasur probleme deri në këto momente, ky eklips i hënës do të thotë në mbarimin e këtyre problemeve, sepse do të vlerësohen më shumë më tepër nga partnerët tanë. Okej. Është më pozitiv, dhe më ndikimi negativ që ka është vetë sepse është tek shenja e Virgjëreshës, dhe kur kemi eklipse, domethënë tek shenja e Virgjëreshës, gjithmonë kemi shpërndarjen e sëmundjeve që janë infektive, domethënë kemi shpërndarjen e infeksioneve. Por domethënë kemi mundësi dhe që të i kalojmë, t'ja anashkalojmë madje, sepse kemi mbrojtje vërtet shumë të madhe. Në përgjithësi ky eklips nuk mund të them që është shumë negativ, pra. Pavarësisht se është eklips, dhe thash. Pavarësisht se që jetë shmenden kur është eklips, por në këtë rast vërtet që nuk mund të them që është shumë negativ, sepse ka shumë mbrojtje në hartë. Okej. Shumë faleminderit që morët pjesë dhe shumë faleminderit që më dëgjoni, që keni durime dhe ju të më dëgjoni. Dhe përses këtë video më të gjeni nesër te kanali im i YouTube-it. Okej, pra ndërkohë që për parashikimet periodike keni te kanali i YouTube-it, mund të ndiqni që aty. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën.